Hantavirusi është një virus që transmetohet kryesisht nga minjt, ndërsa në Vlorë nuk ka asnjë rrezik apo rast të evidentuar. Shefi epidemiologjisë në Vlorë, Agron Bashllari, sqaron se virusi përhapet përmes kontaktit me brecit ose sekrecionet e tyre, duke u referuar dhe rasteve të fundit të raportuara në një anije turistike. Bashllari ka konfirmuar se në Vlorë dhe në të gjithë vendin tonë, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, nuk ka asnjë rast me hantavirus. Rastet e evidentuara në Argjentinë dhe Spanjë në anije turistike mbeten rastet izoluara vetëm në ato vende dhe mjete lundruese. Hantaviruset përhapen nëpërmjet mijve. Sigurisht mijt janë pjesëtar të zonave urbane, kryesisht rurale apo vend grumbullimeve të mbetjeve apo ku ka amballazhe. Njëkohësisht pranë subjekteve që akumulojnë në jashtë pra në mënyrë të pambrojtur mbetje ushqimore, por jo vetëm. Duhet të themi që për pjesën e luftës kundër brecësve, në Vlorë bashkia ka një sektor përkatës i cili planifikon sistematikisht gjithë vitin këtë pjesë, luftën pra dezinsektim kundër insekteve, deradizim kundër brecësve dhe dezinfektim. Është punë rutinë e tyre. Por në Vlorë nuk kemi patur asnjë raste. Qoftë nga vlerësimet e bëra, pra në popullatën e vektorëve në qytet, pra nuk kemi informacion që të kemi raste me hantavirus, pra minjtë të infektuar në qytet, nuk kemi informacion, studimet kulturore nuk bëhen nga neve, bëhen nga Instituti Shëndetit Publik, por aq më tepër në njerëz. Nuk kemi patur asnjë rast. Në rastin konkret të situatës së ndodhur pra në Argjentinë dhe në Spanjë në Kroqerën, bet fjalë për hantavirus të lokalizuar pra në brecit ose në minjt e atij vendi ose lokacioni për ta gjendjes. Dhe është një hantavirus i cili shkakton sindrom pulmonar, pra me prekje pulmonare. Ndërkohë hantaviruset mund shkaktojnë dhe probleme të tjera tek njerëzit, siç është me ethë hemoragjike dhe sindrom renal, pra me shfaqje hemoragjike dhe dëmtime të veshkave, ose mund të jetë nefropati epidemike, ka raste pra në Europa me këto. Njëkohësisht, pra, kjo situatë që ka ndodhur atje në Kroqerë, pra në piknisje, një burim efektiv nga Argjentina, ka të bëjë pra me atë lloj hantavirusi që qarkullon vetëm në brecit ose minjt e asaj zone dhe jo në zonat e tjera. Detyrimisht risku është shumë për mos nuk kemi risk. Rastet me hantavirus u evidentuan pak ditë më parë në një anije turistike, por situata në Vlorë paraqitet e qetë dhe pas një problematik të lidhur me këtë virus. Kjo konfirmohet dhe nga gjurmimi dhe verifikimet e kryera nga vetë Instituti i Shëndetit Publik.